Glaukoma, e njohur si një nga sëmundjet më të rrezikshme të shikimit, ishte në qendër të një aktiviteti ndërgjegjësues të zhvilluar në qytetin e Lushnjës. Në lulishten e qytetit, stafi i klinikës Retina Institut ngriti një çadër për të ofruar vizita dhe kontrolle falas për qytetarët e moshave të ndryshme. Që në orët e para të mëngjesit, mjek dhe infermier të klinikës pritën 10 qytetarë të interesuar për të kontrolluar shikimin. Muaji mars njihet si muaji i ndërgjegjësimit për glaukomën, një sëmundje që shpesh përparon pas simptoma dhe padhimbje, duke dëmtuar gradualisht nervin optik dhe duke çuar deri në humbje të shikimit nëse nuk zbulohet me kohë. Për këtë nisëm, foli dhe përfaqësuesja e klinikës Kamela Pone, e cila theksoi rëndësinë e kontrolleve të rregullta për të parandaluar dëmtimet e parikuperueshme të shikimit. Me rastin e javës së glaukomës, glaukoma është tensioni i lartë i syrit, ne kemi marrë të nisëm për ta ofruar si shërbim falas, matjen e tensionit të syrit për qytetarët e Lushnjës, gjithashtu duke qenë se klinika tona ndodhet edhe në disa qytete të tjera siç është Korça, Berati dhe Fieri, po përpiqemi ta ofrojmë në cilin nga qytetet që ne kemi klinikat të shërbim falas. Arsyeja pse po e ofrojmë të shërbim falas është për çështje sensibilizimit të gjithë njerëzve i kushtojnë rëndësi shëndetit të syrit, sidomos tensionit, sepse është i konsideruar si hajduti i fshehur ose hajduti i heshtur i shikimit ton. Dëmtimi që bën tensioni i syrit në nervin optik është i parikuperueshëm dhe ne duke ofruar si shërbim falas ndihmojmë të gjithë qytetarët që të kenë mundësi të kujdesen për shëndetin e syrit të tyre dhe edhe pse ndonjëherë është i parikuperueshëm mund të kujdesen për mos të shkuar më tepër. Pasi shohim që numri i qytetarëve për kryer vizitat është i lartë, do të vazhdoni me ditë të tjera? Po përpiqemi që ta bëjmë edhe ditën e diel, këtë shërbim dhe do jemi këtu derisa fluksi i të gjithë pacientëve të mbarojë. Ndërkohë, menaxheri i klinikës Ardit Gubera i bëri të ditur se klinika do të ndërmarrë dhe iniciativa të tjera në të ardhmen, duke përfshirë kontrolle të posaçme për shikimin e fëmijëve të vegjël, me qëllim diagnostifikimin sa më të hershëm të problemeve të syve. Mbas depistimit që kemi nisur për pjesën e tensionit të syrit, sepse ka shumë pacientë që nuk e dinë se çfarë është tensioni i syrit glaukoma, me ndihmën e bashkisë do marrim dhe nisëm për të bërë depistimin në përkopshte të gjitha kopshteve që janë në qytetin e Lushnjës, sepse edhe tek pjesa e fëmijëve është shtuar shumë pjesa e miopisë dhe sa vjen edhe pritet që dhe miopia të shtohet akoma më shumë. Me këtë nisëm ne bëjmë të mundur diagnostikimin dhe të mundohemi sa më shumë për të bërë parandalimin